Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Sot kemi të ftuar zotin Petrit Tafaj, i cili është i angazhuar në politikë prej më shumë se 30 vitesh. Ai jeton dhe punon në Stuttgart të Gjermanisë dhe është pjesë edhe CDU-s gjermane. Me të do të flasim mbi atë që po ndodh mbi aktualitetin politik nisur nga protestat e ditëve të fundit dhe se ku do të shkojnë ato përballë kryeministit Edi Rama, të cilit i kërkohet dorëheqja. Zoti Tafaj, përshëndetje. Përshëndetje, mëse i gjeta. Zoti Tafaj, në optikën tuaj, si njeri kaq i angazhuar politikisht në mbi 30 vite, si shikoni protestat e fundit të cilat nisën me rastin e Zvërnecit dhe tashmë kanë shkuar për tek këtij rasti? Protesta shikoj si një shenjë, si ventil të një shpërthimi të pakënaqësisë popullore që ekziston në Shqipëri prej shumë viteve. Më duket pak me vonesë, sepse njerëzit ka vite, sidomos vite fund që e durojnë, durojnë padrejtësinë, pakënaqësinë, abuzimin, mungesën e konkurrencës, çmimet larta, mungesën e mundësisë për të jetuar në Shqipëri dhe nuk ishte rrugë tjetër përveç se do vini një ditë dhe do shpërthente. Nisur nga mënyra se si operon politika gjermane dhe ku ju jeni integruar atje, si e shikoni këtë lëvizje të fundit të rinjve, duhet të thënë se pjesa më e madhe e protestuesve janë të rinj, por ndërkohë është masivizuar edhe përgjatë ditëve të fundit ku ka pasur protesta qytete të tjera të Europës, madje protestat kanë shkuar deri në New York dhe në Washington. Protesta mua më duket një shenjë ekselente, një shenjë shumë e mirë, ju thashë pak e vonuar, por që merr pjesë njerëz gjë fantastike, në fundit është jeta atyre, perspektiva atyre që ta çojnë vendin përpara dhe ato duhen me siguri mbështetje, por është krijuar një pengesë të 30 vite të fundit politik dhe mentalitet është një pengesë, një mur i padukshëm, të cilin prap në vitin 2006 të rinjt duhet ta rrëzojnë. Nga pikpamja gjermane, sigurisht që gjermanët mbështesin çdo lëvizje demokratike, në fundit protesta është një nga mjetet për të arritur qëllimet në mënyrë demokratike. E mbështesin, e shikojnë me interes dhe me sa diun Komisioni Evropian e ka quar ato selamin e parë Edi Ramës, ka marrë eksakt sinjalin dhe mesazhin që nëse populli nuk e qetëson dhe nuk e zgjidh me popullin, nga ne nuk do kesh në mbështetje të jashtëzakonshme, mos pritni gjë të madhe. Kështu që besoj që Rama është çështje lufte nervash me njëri tjetrin dhe me sa shikoj unë, nuk e di si do të qëndrueshmëria e protestës, por me sa shikoj unë ka mundësi që populli të fitojë. Tani se do të realitet nuk e di si do shkoj, por besoj që populli do fitojë dhe mbështetja e Gjermanisë dhe e Bashkimit Evropian përgjithësi, sepse politika është europiane, nuk është politikë gjermane. Kuptohet gjerman kanë pjesën e tyre brenda. Këto protestuesi sigurisht është lëvizje për liri, për pavarësi ekonomike dhe për drejta, dhe çdo lëvizje për demokraci Bashkimi Evropian mbështet. Duke qenë se ju keni qenë dhe student i asaj lëvizje dhjetorit 90, a mund të heqim një paralele në këtë rast me rastin e rrëzimit të sistemit komunist dhe në ditët e sotme ku nevojitet rrëzimi i kastës politike 35 vjeçare? Ja, nuk besoj të kemi mundësi të heqim paralele, sepse ishin dy sisteme ndryshme. Në kohën tonë ishte sistemi i komunizmit, ishte me të vërtetë diktaturë, ndërsa për hir të vërtetës ne kemi një sistem pluralist, sistem shumë partijak, drejta fjalës nuk mungon, drejta lëvizjes nuk mungon, thjesht është një shenjë, një mur i abuzimit që duhet rrëzuar, por që ishte komplet histori tjetër, ishte komplet kohë tjetër, mentalitet tjetër, edhe kemi qenë njerëz tjerë në atë kohë, kështu që me kalimin e viteve, sigurisht që shoqëria shqiptare është transformuar, është civilizuar, kemi mësuar shumë, kemi shijuar dhe këtë deri, me thënë vërtetën, unë në brezi jonë në ditë ta bëj dallimin në mes diktaturës, asaj që kishe drejt thuaj dhe ç'mund thuash tani mund thuash gjithçka, por një farë mënyre mbas edhe pak liri ose njerëzit abuzojnë me lirinë dhe me rregullat demokratike të një shoqërie të hapur. Nisur nga ajo që keni parë në këto 2 javë të protestave, por ndërkohë dhe në 13 vite të qeverisjes së kryeministit Edi Rama,
A mendoni se tashmë kështjella e pushtetit e Tiranës do të rrëzohet nga këto protesta, por edhe nga brenda radhëve të Partisë Socialiste, duke qenë se një deputete e Partisë Socialiste e cila doli nga qarku i Shkodrës, pra nga zgjedhjet e vitit kaluar të qarkut të Shkodrës, Mariana Koçeku ka dalë pavarur dhe ndërkohë nuk e dorëzon mandatin që ka fituar në këto lista në zgjedhjet e kaluara. Unë si shikoj si një shenjë të vogël brenda një partie, po në faktikisht edhe partia tamam, domthonë Partia Socialiste, në bazë programit të partive tjera socialiste europiane dhe në internacionale botërore, duhet të jetë parti sociale. Unë nuk kam parë në diçka sociale në Parti Socialiste. Që në fillim kur kam marrë pushtetin e Tirana, kam qenë shumë i bindur që është një parti me shokëve, një organizatë ose se kam me qëllimin organizatë kriminale, nuk e kam qëllimin negativ, por një grup shokëve që kanë marrë pushtetin dhe i shërbejnë njëri tjetrit, bëjnë pazar me njëri tjetrin. Dhe këto 13 vite e keni parë se si është varfëruar Shqipëria. Nuk është vetëm varfërimi me pasuri, sepse pasuria nuk është gjithçka. Po varfëruar sepse njeriu të thjesht ju hoq mundësia për të jetuar në nder dhe me punën e tij të ndershme. Pra të jetosh sot në Tiranë, gjithë e dinë që është e pamundur të jetosh me një rrogë, sepse qërat kosto e tesës është shumë e lartë. Pra njerëzit kanë dy mundësi, ose dikin, ose të nënshtrohen, ti nënshtrohen korrupsionit, ti nënshtrohet poshtrimit të zyrtarëve, të shtetit, të policisë. Domethënë policia mund të keni parë dhe vetë, policia mund të bëjë gjithçka me ty, nuk ka drejta qytetare dhe kjo është humbja më e madhe që ka ndodhur njerëzve dhe prandaj ngrihen. Nuk është se njerëzit në Shqipëri vdesin për bukë, sepse për bukë nuk vdes njëri, as për të folën nuk vdes njëri, por e kam parë si një grup, si një organizatë që i ka shërbyer vetvetes dhe ju shikoni se si ka shitur tokën shqiptare, se si ka bërë ligjet duke kaluar ligjet kështu me një trënd lapsit, ose si ja hiqte të drejtën e fjalës të opozitës, domethënë abuzimi sidomos në legjislaturën e fundit, një vjedhje galopante të votave, të shkeljes drejtave, të poshtrimit të opozitës dhe të partive të vogla, domethënë e mbushi kupën dhe qytetarët e kanë dëruar deri tani, besoj që nuk është se kanë parë vetëm interesin e tyre personal, por dhe një familje të poshtrimin e opozitës deri diku, të partive të vogla, domethënë të voglat, partitë të vogla nuk kanë se kanë patur një shans real për të bërë politikë ose për të qenë një alternativë udhëheqëse në Shqipëri. Nisur nga argumenti i fundit që ju parashtruat dhe nga ajo pra mënyra si ka qeverisur Edi Rama deri më sot, a mund të ndodh në Gjermani, po marrim një land të caktuar se në aspektin federal e dim që nuk bëhet fjalë, a mund të ndodh një mënyrë e tillë qeverisje në Gjermani nga mënyra pra se si operon dhe qeverisë Edi Rama? Nuk ka asnjë shansi. Këtu janë pushtetet kaq të ndara, kaq sakta, sa që është e ka të pamundur, që nuk ka mentalitet tillë, mungon mentaliteti. Kjo çështja e pasurimit me shpejtësi ose për të korruptuar ose për të fituar gjëra të padrejta nuk ekziston si mentalitet, por që dhe mënyra kontrolli i pushtetit janë shumë të ndara, që nga komuna, që nga rreth, bashkimi i gjitha komuna bart në një rreth, pastaj në një land, janë politikat janë komplet pavarur, sigurisht që kanë pikë takimit përbashkëta gjithë politika gjermane dhe politika kombëtare, sektorët janë ndarë, domethënë dihet saktë se edhe rrugët janë ndarë, ka rrugë kombëtare, rrugë lokale, rrugë të fshatit, secili ka kompetencën e tij, por që nuk bëhet fjalë fare dhe politikanë që angazhohen, ka njerëz që angazhohen thjesht në lagje, pak me tutje në komunë ose në becirk ose në rreth ose janë të ndarë faktikisht edhe secili angazhohet vullnetarisht, nuk e shikoj një që të shkojnë politikë për zë një vend pune, po si imagjino dot njëri, sepse aplikon puna zgjedh me zotësi, me aplikim, me CV, me merit, nuk zgjedh puna kështu me miqësi, me shoqëri dhe prandaj e kanë sistemin fort, një sistem të kalbër siç e ka Shqipëria që gjithçka të tjetrit vjen 2-3 muaj për vërdall për të zënë një vend pune si shofer dhe në fund për çfarë punë të bësh jam shofer. Mos secili pret ka një letargji për të nuk janë aktiv për të mësuar shkollë, për të mësuar profesion, për ta fituar tamam me dinjitet. Keshin CV shkon si ka je pastrues, je shofer, s'ka si rëndësi, po bëj një CV dhe zot punë që ditë bësh më mirë dhe këtu të respektojnë me shumë dinjitet. Pastruesi s'kan si çfarë punë bën. Shikojnë me rroba pune, këto njerëz shkojnë për të blerë ushqime, nuk vetëm me rroba punë, nuk ka se është i nderuar e respektuar. Do thonë, këta nuk e kanë kështu për sa për të thënë për sy për faqe me të vërtetë, njerëzit që vishën me rroba pune janë absolutisht të pranueshëm gjithandaj dhe janë të respektuar sepse ti fund bën punë të vështirë, po të vish se unë që punon në zyrë, ti bën mbledh mbledhërin të dyqet, të qytetit, ta pastron rrugët, nuk ka si rëndësi.
është ngritur ky mentalitet, por kuptohet njerëzit dhe marrin atë rrogën e dur dhe me këtë rrogë jetojnë, ndërtojnë të ardhmen e tyre. Si mund të shkëputet Shqipëria nga ky lloj mentaliteti, babëzie dhe konceptimi që kanë për pushtetin, që e shohin pushtetin vetëm në aspektin e përfitimit dhe të shqyrjes, po themi, të mirës publike, ashtu siç po ndodh edhe në rastin e Zvërnecit, nga ku u nxitën më pas edhe protestat? Ka rrugë me siguri, nuk ngjitem në nevojë për na shpjegon e gjë të veçantë, përdesa njerëzit nuk e kanë ndërgjegjën ndërtoj një sistem demokratik, një sistem që respektojë njëri tjetrin, që nga një shtet ligjor, pika kyçe, më duket mua, është sistemi i drejtësisë. Unë kam shumë vite që punoj për këtë, punoj për gjitha gjykatat që kam këtu, për policinë, prokurorinë, për çdo lloj forme dhe mënyre që kanë të bëjnë me shqiptarët, dhe kam shumë përvojë për shumë vite me sistemin juridik, dhe këtu pika më e fortë e Gjermanisë është gjykata. Gjyktarët janë të padiskutueshëm. Fjala e gjyqtarit nuk ka diskutim fare, është 100% e sigurt, sepse edhe ty sikur të bëhet, zëmë çdo qytetar mund të duket vetë i trajtuar në mënyrë jo të drejtë, sepse gjithmonë njëra palë të fitoj ose me do bëjnë kompromis, dhe sigurisht ka instanca të tjera dhe nëse në Shqipëri të funksionon gjykata, shteti ligjor do funksionon të komplet, sepse gjithë kanë frikë vetëm dënimin, kanë frikë gjykatën. Në Shqipëri prandaj është bërë, në Shqipëri nuk njohin njerëzit presidentin, as presidencën, as kryeministin, do të thonë spaku në Shqipëri është bërë kishë, është bërë xhami, është bërë vend besimi, në shqiptarët, do të thonë betohen për spakun tani dhe kaq keq ka vajt puna sa që vetëm gjë që shikojnë se spaku mund të jetë faktikisht organ akuzues, i akuzës, por normalisht duhet të jetë gjykata që do jetë etaloni i drejtësisë dhe peshorja e të drejtës. Në këtë rast, si e shikoni rolin e spakut, a mund shkoj ai në atë nivel të goditjes së zyrtarëve të korruptuar, duke qenë se në lëvizjen e fundit sa i përket Belinda Ballukut, ish zëvendës kryeministres, Edi Rama e mbrojti ato me forcën e kartonëve në kuvend? Sigurisht kjo i kushtoi dhe akoma më shumë Edi Rama, që i gabim fatal Edi Rama, sepse mendoj që duke shpëtuar Ballukun, mendoj që po kalon kështu, dhe këtu është piknisja, dhe gjermanët faktikisht këtu kanë filluar tamam se në fundit, ne jemi një shtet, kemi integritetin tonë territorial dhe nuk është se ne duhet pyesim shtetet gjithë çfarë bëjmë, por nëse ti do të jesh në Bashkimin Evropian, do të disa standarde, nëse mos në drejtësi, kjo është ka qenë një pikë thesë edhe në mendimin e Gjermanisë për të mbështetur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kjo tregon që parlamenti funksionon, po funksionon vetëm për vete, dhe sistemi i drejtësisë u godit i ran grushballit spakut, kështu që spaku besoj që për momentin është i tërhequr, por sigurisht ka mbështetje ndërkombëtare dhe mbështetje ju shikoni që ka mbështetje gjithë Shqipërisë. Dhe Rama besoj që ngadalë do bjerë, po shtyn thjesht po merr po mbaron serumi, besoj që Rama do përfundojë, nuk ka rrugë tjetër, përfundojnë spakut, përfundojnë para gjykatës. Nuk shikoj në mos i alternativë tjetër që të ketë një kompromis që të ikë shtetit dhe mos ta rratisët ose të bëjmë kompromis, nuk besoj, sepse në fundit vet nuk do të ikë, do ka gjithë të popull përballë, ka gjithë të padrejtësi, një mal me padrejtësi që ka bërë shqiptarëve, me vjedhje, me dhënien tokëve. Rama faktikisht vetëm për tokë që ka dhënë tujve, përveç Kushner ose vajzës Tramit, përveç edhe shumë politikan europian edhe tuaj, ish ambasador, kanë marrë blerë tokë, kanë marrë në Shqipëri, dhe vetëm këto po të hetonte pas paku, do t'i mjaftonte për abuzim me ligjet e shtetit shqiptar, pa parë tjera, sigurisht janë dhe shumë tjera skandale pafund. Nuk kanë dovti përmend se si shqiptarët duke ngrënë bukë dëgjojnë gjithë nga mjesit e ndarkë, spaku, prokuroria u arrestua, bërë kjo dhe një farë mënyrë janë çoroditur, dhe mendërisht shqiptarët janë të lënduar me pasoja, sepse nuk shikon në çdo televizion, shikon vetëm u arrestua spaku, politika, kështu që një farë mënyrë edhe mediat e kanë sjellë majt hunës popullit shqiptar, siç gjithmonë, se në fund me të vërtetë spaku është një organ, bëj punën e tij, nuk është këtu nuk dëgjon njëri në televizionin gjerman, nuk shikon gjëra të tilla. Ka një emision drejt ose 10 dhe 11 që jep në emision kështu për drejtsinë ose kështu imitojnë gjyqjet, thjesht për kulturë juridike, por nuk është se kanë në televizion gjerman jetojnë sepse secili ka punën e tij, nuk është puna e medias faktikisht që rritet dera gjykatës, që kush doli, fundoni ka një privatësi. Edhe në Gjermani dhe në Bashkimin Evropian mbrojtjes dhëna personale japin një rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe jam shumë i lumtur nëse hyjmë në Bashkimin Evropian që ne Bashkimi Evropian do na shpëtoj nga torturuesit tanë, nga dhunuesit tanë që janë shqiptarë. Sepse dhëna në shikon në Shqipëri ka kamera gjithandej, nuk ke privatësi, s'ke asgjë. Pse ka kamera? Ka kamera sepse nuk ka shtet.
Edhe këtu duhen popull fëmijë të sigurt, duhen shkollat të sigurta, duhen qytetarë të sigurt, por shtetit ja kanë frikën që në dokument që në letë, që në gjykatë, që në vendimin e gjykatës. Nuk ka këtu kamera gjithandej, në fund privatësia këtu në Shqipëri ka mbaruar. Nuk ka dyqan ku shkoj. Më thënë, më vjen shumë çudi se si media lexon ato dosjen e Spakut, se nga i marrin se çfarë bëjnë nuk e di, po është kështu një përzierje konglomerat që unë nuk e kuptoj sepse nuk jam çdo ditë në Shqipëri, po dhe media ka një gjunaf shumë madh ndaj popullit shqiptar, në psikologjinë e popullit shqiptar. Zoti Tafaj, para pak muajsh në Shqipëri ishte ministri i jashtëm gjerman i cili u takua me zyrtarët e Spakut, por nuk u takua me kryeministrin Edi Rama. A ka qenë ky një mesazh që Gjermania po jep në vazhdimsi kryeministrit Edi Rama se tashmë po themi ja ka hequr vizën sa i përket po themi për ta legjitimuar atë si kryeministër të paktën po themi thojza në këtë aspekt. Pra, a ka një dorë Gjermania që i shikon edhe protestat si një lëvizje që mund të ndroj, po themi, këtë lloj sistemi politik në kuptimin e kastës aktuale që është? Unë nuk besoj, Gjermania nuk bën një politik të tillë, domethënë ta ngrenë peshën, të fusin leven anash, të botojnë. Besoj që është një pjesë e politikës gjermane që do të flasë vetëm me sistemin e drejtësisë ose me kryetarin, me kryeprokurorin, për të zonë në base për ta pyetur, për të informuar ndoshta edhe për çështjet që kanë bën drejt për drejt me çështjet speciale që nuk ka pse t'i di kryeministri, por që diçka mund të jetë diçka shumë sekrete që bisedojnë me njëri tjetrën dhe por që nuk besoj që shteti gjerman vjen takon Spakun për të thënë Ramës që shikoj ti do të heqim, nuk e shikoj si shenjë. Ramën e respektojnë sepse është deri ditën e fundit që drejt kryeministri i Shqipërisë e respektojnë. Por që dhe kanë kontakte me ambasada, me takime me Spakun, me praktik nuk është për vende tjera, fakt mund të vend si Shqipëria, mund të shkoj ministri gjerman që takoj shefin e Spakut, por sidoqoftë është kështu, por nuk e marr si shenjë që do ta heqë, nuk merremi me Ramën dhe do të kalim direkt tek Spaku. Nuk janë shumë serioz në këtë pikë. Po sa i përket raporteve të Edi Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se tashmë ato janë në një pikë më të ulët nisur nga ngjarja e fundit që ndodhi pra në Zvërnec, ku situata doli nga kontrolli dhe tashmë emri i vajzës presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe dhëndrit të tij Jared Kushner ka pushtuar mediat botërore? Edi Rama si artist, si kryeminist i vendit vogël të korruptuar siç është Shqipëria, ka kompleksin e inferioritetit. Dhe vetëm një njeri që ka një lloj inferioriteti, që ka një gjuhë të trupit të tillë, mund të sillet, mund të bëj kështu xhonglime të tilla që ju përulet, ju bie një gjuhë, ju puth duart, ju përqafon. Kjo është një mungesë shumë mungesë e rezultatit në politikë. Fundit aty nuk përfaqëson vetë përfaqëson Shqipërinë. Duke ju ja gavitur njerëzve, ministreve, grave ministre, duke ju vënë në gjuhë, duke ju puthur, duke i shtrënguar, nuk bie në sy për mirë. Kjo që thoni për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njëjtën gjë kështu, ti besoj që gjithë qëllimi i tij e shikon që e ka rënduar peshorën në vendin e tij dhe ka një farë mënyrë do një mbështetje nga amerikanët, sidomos nga Donald Trump. Nuk është ndoshta vetëm Rama që një udhëheqës i botës që do të ekzistojë në mbimë kontakteve, besoj dhe kontakti me Izraelin që kishte pikërisht kjo shërbente që ti mande deri në hapur Ramës në Washington dhe fakti që kur bësh mbledhja në Washington që bësh mbledhja shteteve të vogla që kryuan atë këshillin kombëtar Bordin e Paqes, Bordin e Paqes, Rama për t'i treguar që unë jam i familjizuar me familjen Trump, po shoqëron të vajzën e Trumpit, po i tregon të tokat tona se i zgjidh më të mirë, këtë do të shikoj, këtë do të marrësh, kështu që. Dhe desha të përmend edhe këtë që media gjermane kanë drejtuar me një farë sarkazme çështjen shqiptare, çështjen e blerjes së ishullit shqiptar ose të Zvërnecit, sikur vajza e Trumpit bashkë me shoqen ishte në një jahtë luksoz, po kalonin në Adriatik, e thonë, ky ishilli, ku jemi këtu, në çfarë vendi, kush është ky ishilli? Është nga i bukur. Ka thënë ky është Shqipëria, është ishulli sasa, ka thënë merr pa kryeministin telefon ta blen këtë. Edhe me vërtet kështu ka kështu ato media gjermane. Edhe pas erdhi në Shqipëri dhe nuk kishte diskutim, domethënë që kishte në lidhje parlamentin atë bënte diçka konkrete shtetërore, lindi gjurmë shtetëror, jo direkt sikur ka tokën e tij, e shoqëroi me makina të shtrenjta, shumë e rëndësishme, më thonë se unë me familjen Trump kam shumë i lidhur,
por sa më lart ngrihesh, aq më poshtë do biesh. Kështu që kjo besoj është bërë dhe kthyer një bumerang që është kthyer këtij tani dhe e pa që nuk është se kanë mbrojtje nga amerikanë, në fund amerikanët lanë të bjerë sepse edhe atje ka media amerikane, ka politikanë amerikanë që i kundërvijnë tamam eksakt me atë, po bëjnë një farë mini lufte për çështjen e vajzës Trumpit se si shkon nëpër botë dhe shërben. Edhe më e keqja nuk është se janë investitorë drejt për drejt. Këto faktikisht është një lloj si një nga pasojat e Shqipërisë që merr tendrat nga shteti dhe jep tjerëve. Thjesht me përqindje dhe punë e bën tjerë. Dhe s'besoj që vajza Trumpit do vinë në Shqipëri dhe bënte një resort gjigant, 4.5 miliard euro dhe do bënte me lekë të saj, nuk besoj. Thjesht ky shfrytëzon kontaktet, mundësi që ka me kryeministrat e shteteve, bën një kontratë tillë, pastaj merr pjesën e saj dhe bën tjerët. Nuk besoj. Pastaj nuk është se jemi çdo shqiptar, dhe më i padituri nuk është kundër investimeve. Ku ta gjeni që na vjen investitorë të mëdhenj të fuqishëm, vjen 100 miliarda euro. E para është kjo është për dhe shkosh te kopshti i fëmijëve ta shpjegosh, nuk ta besojnë që po dili kush i ka pas dorë 4 miliardë gjysmë euro, po nuk tregon, nuk ka projekt, nuk dashur për çfarë ka, po do jenë, po këto i bën mirë Shqipërisë. Edhe sikur të bënte një resort të tillë, e para do punonin shqiptar, do punonin indian, Filipinas, gjithë bota do punonte, po shqiptarët jo, sepse do duan të fitojnë shumë, paguajnë pak. Është krejt normale kjo, që të përdorin. E dyta do ishte e mbyllur për shtetat shqiptar. Ne shikojmë në Vrim Agar të shikonim këtë, sepse asnjë nga ne me këto rroga, me këtë gjallësa normale si që jemi ne, të hymë brenda të paguajmë 10.000 euro natën, në qa 20.000 euro natën. Nuk e kemi këtë mundësi shqiptarë. Pra ajo bësh në tokën shqiptare, por jo për shqiptarët. Miliarde se pastaj edhe sikur të vinë këto kompanitë fuqishme, nuk 10 vjet e parë nuk se paguajnë taksa, të lirë nga taksa, për shkak se ato sjellin investimet. Përveç kësaj, edhe investimin bazë, ujin, atë ternueve të zeza, elektricitetin komplet do e çoj shteti shqiptar me taksat e shqiptarëve. Dhe po të shikosh raportet, nuk kam bërë, nuk është çështja ime të bëj një bilanc tillë se sa investosh, edhe për sa vit do merresh mbrapa duke paguar taksat. Unë s'besoj që Shqipëria do kishte një bilanc pozitiv. Thjesht duke e marrë kështu. Përveç asaj, shikoj që zoti Rama e mban sekret, nuk tregon që nuk ka transparencë, domethënë zero transparencë. Është drejtë çdo shqiptari ta lëshoj fantazinë e tij dhe të dëgjoj se çfarë shkruan nëpër media për këtë, sepse do vinë izraelitët, do bëjnë enklav, do bëjnë kështu, do bëjnë ashtu, nuk ka secili është drejt atij të fantazojë gjithë. Edhe duke hapur për hapur fjalë, duke s'ka një projekt real, dhe duke mos ditë se me të vërtetë se kush vjen për çfarë do bëhet, njerëzit shikojnë, lëshojnë fantazinë e tyre dhe dëgjallon dhe shembull, për shembull Kina ka blerë në Pakistan një port, ka të tijën, edhe pas disa muajsh ka sjell ushtrinë e tij, e ruan me ushtri portin e tij. Dhe ka një konflikt hapur tani. Më thonë integriteti territorial i Pakistanit vjen në diskutim tani sepse e ka blerë dhe ruan me ushtarët e tij. Kjo është një hiperbolizuar, por në Shqipëri po të vi dikush sjell vetëm racën e tij dhe nga dalë dërson gardi, po gardi ngren nga maja pastaj, nuk e ngren nga fund për ta kthyer mbrapsht. Kështu që ne i duam popujt tjerë dhe i duam edhe popujt vetë mëdhej, po jemi vetë si popull jemi shumë i vogël dhe kemi shumë pak tokë për të shitur për dhe ne nuk duam të kemi enklava brenda Shqipërisë nëse do ishte gjë të tillë. Thashë që është fantazi, por përdesa Rama nuk je projekt, nuk tregon, nuk i hap letrat, secili ka drejt të fantazojë. Nisur nga përvoja juaj politike, si e lexoni mënyrën se si kryeministri Rama i është qasur administratës Donald Trump duke arritur të përfaqësohet edhe në bordin e paqes. Në këtë rast afrimi me presidentin Trump ka qenë për shkaqe për të pasur një staturë më të lartë politike apo është bërë nga probleme të tjera personale apo nga halle personale, duke qenë se kryeministri Edi Rama ka dhe një dosje siç është ajo e Charles McGonigal. Këtë do ta shikoj me kujdes, që Shqipëria është anëtare e Bordit të Paqes, gjë shumë e mirë. Se në fundit i afrohesh afër politikës amerikane, s'ka asgjë të keqe. Shumë mirë që është afruar. Por çështja është se pse e ka bërë këtë, dhe po të shikoj Bordi i Paqes nuk është janë shtete të fuqishme, për shembull Gjermania refuzoi, Franca refuzoi. Po ato e kanë dhe mundësinë ta refuzojnë se ditë e përballojnë këtë lloj e kanë argumentuar dhe i qëndrojnë sa dhe kanë mundësi ta përballojnë. Por vendi i vogël si Shqipëria, Kosova dhe shumë vende të tjera, sepse në fund në shtete të pavarura dhe më shumë i duhet atij numri shteteve se sa shtete janë në Bordin e Paqes, po s'ka që nuk janë Gjermania dhe Franca, kështu që
është dhe mirë që është ka vajta, por nga ana tjetër është dhe shikoj dhe si lidhje personale, sepse është një grup e popujve të vegjël që çfarë mënyre ka bërë një grup me popull të vegjël për që në bordin e paqes, që bordi i paqes u shit si gjë kështu një farë sfidë ndaj OKB-s, dhe besoj ky është dhe shkaku kryesor që pse nuk hyri Gjermania dhe Franca dhe shumë shtete të tjera të mëdha për të thënë që ne nuk sfidojmë OKB-n, ne jemi pjesë e OKB-s, OKB-ja është e patjetërsueshme dhe e pandryshueshme. Kështu më duk shumë serioze ky qendrim, por dhe Shqipëria që nuk ka mundësi, nuk ka kohë që ta përballojë këtë qendrim, u bashkua, por besoj që edhe Rama u bashkua dhe për arsye personale që t'i afrohet në çdo lloj forme mënyrë të ketë kontakt, domethënë të mos e laj dorën, kur t'jap dorën Trumpit, mos e laj dorën sepse ka takuar Donald Trumpin. Pyetjen e bëra më shumë në kuadrin duke pasur parasysh Ishullin Sazanit, Zvërnecin, ku është i përfshirë dhëndri Donald Trumpit, Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Dhe në këtë rast, apo luan me tokën shqiptare Edi Rama për të korrigjuar ose për të përmirësuar marrëdhëniet e tij me administratën amerikane të Donald Trump? Me sa diun ato janë tërhequr tani, nuk është se do ta bëjnë investimin, por nëse të bëjnë investimin sigurisht dhe anë formale do ta zbatojë. Megjithëse parlamenti ka gjithë në sqepull, nuk ka njëri që ta kundërshtojë, bërë kështu si shoku e ndër, po nuk është se ka guxon dikur sepse po guxove të fluturon të heq nga lista, nuk jemi kështu dhe nuk ka nevojë të persekutoj Rama vetë, persekutojnë tjerë rreth rrotull. Por sigurisht që po se do të ketë, është me të vërtetë kryetari i Komisionit të Rregullimit të Territorit, Këshillit të Rregullimit të Territorit, por nuk e jap drejtë në ligji se ka të drejtë në shes tokat pa pyetur njëri. Fundit toka është e shtetit, do ka ca rregulla sado që jemi vend i vogël, vend me ligje që zbatojmë, por ligjet e kemi, kështu që duhet të kesh ketur disa ligje dhe prokuroria po heton. Përveç asaj, ai është ka ditë me dieni që toka nuk është private atij personi që është nuk të bëheton dhe spako faktikisht, toka është e falsifikuar. Edhe po të isha unë, si kam dhënë edhe media tjera si ide që po të isha unë puna parë që do kisha bërë një regjistër e transparencës. Regjistri i transparencës duhet jenë gjithë shqiptarët mbi 18 vjeç për të deklaruar tarët e tyre që kanë dhe pasurinë që kanë. Pra nëse shikon gjithë pasurinë e Shqipërisë, gjithë çka hipoteka e Shqipërisë, do shikojë kujt është kjo ndërtesë, kur është bërë, sa sipërfaqe ka, sa vlerë ka, sepse nëse një pensionist ka 180.000 lekë, treja pension dhe ka 3 hotele, sigurisht aty ka diçka që të shkon. Dhe për këtë shteti duhet të bëjë ligje të duhura në mënyrë që t'ua konfiskoj pa i dënuar. Jo që t'i fuzë burg për korrupsion për të pa dënuar, nëse kundërshton vendimin e shtetit, prokuroria do konfiskoj pa i dënuar, nëse kundërshton, okay, të shkojnë në gjyq, pastaj do të marrë dënimin. Kështu që vetëm këtu do të sjellë një ekuilibër në shoqërinë shqiptare në që ai që ka vjedhur, ka vrarë, nuk do të ketë më shumë se sa ai që ka punuar me ndeshmëri. Dhe titujt e pronësive për shembull, ligji 7501, dikush s'ka fare, shumë njerëz që u takon dhe nuk kanë, ose kanë pronën e tyre, ka shumë që kanë shumë dënim pafund, kanë pafundësisht e shesin, bën të pasur me atë, e japin me qera, vjen nga fundi botës, po ka si e morë, ku e morë. Pikërisht kjo është themeli i dhënit drejtësisë. Kjo ishte një ide ime. Zoti Tafaj, dhe i pyetja fundit, Shtetet Bashkuara të Amerikës pritet të sjellin në Shqipëri Eric Wendt si ambasador të ri të Amerikës në Shqipëri. Duke qenë se Wendt ka një përvojë ushtarake, a mendoni se do të ketë një linjë tjetër më të ashpër kundrejt politikës shqiptare, ndryshe nga sa kemi parë qasjen e ambasadorëve amerikanë? Nuk besoj se ka të bëjë me ambasadorën personalisht, pavarësisht karrierës së tij ushtarake, mund të jetë i rregullt, të jetë i sakt në ato, po besoj që gjithmonë përçon politikën amerikane. Çdo ambasador merr udhëzimin nga atje dhe nuk besoj që të ketë një liri shumë të madhe që të vëjë zap Shqipërinë. Faktikisht kjo është prapë dhe kemi edhe kompleksin e inferioritetit në vetë si shqiptar, sepse jemi vend i vogël, me që bëjmë shumë padrejti njëri tjetrit, nuk i zgjidhin dot me njëri tjetrin, dhe gjithë shkojnë qanë tek amerikanët ose tek gjermanët. Normalisht një ambasador s'ka lidhje fare na drejtohet, na mësoj politikën, na mësoj diplomacinë, se si të sillemi, çfarë duhet bëjmë, si do të bëjmë, po ne ja lejojmë vetes këtë punë. Por desha lejojmë vetes, sigurisht që të bëjmë neve çfarë duam, sepse imagjinoni dot që një ambasador amerikan në Gjermani të bëjë njëjtën gjë si ambasador amerikan në Shqipëri? S'besoj. Nuk e njeh njëri kush është ambasador amerikan fare, si intereson njëri fare,
s'ka një ndikim politik në Gjermane, kuptohet ne jemi partner të NATO-s, partner në shumë fusha, marrëdhënia shumë e ngushtë, por nuk është marrëdhënie e detyrueshme ose diskriminuese, urdhëruese siç thon ambasador, siç presin shqiptarë që të bëjnë ambasador amerikan. Nëse do ta bëj ky apo jo, le ta shohim, po shqiptarët do ka dhe pak qefi vetë që të qanë dhe ankohen, ta gjenë drejtën një dy edhe shpesh e fatkeqësi dhe shumë qytetarë shkruajnë ambasadës amerikane sepse nuk gjen drejtësi tek shteti i tyre, te presidenti i tyre, te kryeministri i tyre, këtu ku jam nuk kanë nevojë të shkruaj as ministri as presidenti as një fare. Ke një ankesë, çojnë bashki, jepet një përgjigje, shkon ankohet te një mëlak ku ta kesh varet nga instanca. Që s'do të shkosh në rrugë ligjore, shkon avokati e zgjidh punën ndryshe, nuk ke ç'punë ka presidenti ose kancelari Merz me një punë që ke një problem që ke këtu. Nuk ka asnjë lidhje, kështu që edhe shqiptarët kanë marrë një mentalitet që janë avokatët e qevet janë të pa orientuar, edhe kanë qenë që të ankohen direkt, nuk e vrasë mendje se kush është rruga ligjore, hajde që të orientohemi ose shkoj te avokati ose të ulem të zgjidhë vet ose të pyes si qytet. Nuk kanë amerikanët fare për na zgjidhë çështjet që kemi në Shqipëri. Zoti Tafaj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.